Përshëndetje gjithëve, ja të krishimi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar doktoresh Entela Bashën, mjeke pranë shërbimit neurovaskular në Qendrën Spitalore Nën Tereza dhe pedagoge në Universitetin e Mjekësisë. Doktoresha, përshëndetje dhe faleminderit që pranove ftesën tonë. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Koncepti podcastit në fakt më zgjuar gjithmonë interesant. Kam qenë ftuar në shumë intervista, por gjithmonë për një X sëmundje, Y sëmundje, duke thënë që kjo sëmundje ka këto protokolle, ka këto shenja klinike. Ndërkohë që është shumë e bukur të ndajmë eksperiencat dhe mendimet tona në lidhje me vështirësitë që hasim në mjekësi, po sigurisht edhe me kënaqësi. Në fakt, ju jeni një shërbim shumë i rëndësishëm, një shërbim që sigurisht prisni urgjenca nga më të ndryshmet edhe që jep një kontribut të jashtëzakonshëm shoqëri. Dhe ndonjëherë edhe jam pak në faj që nuk e kam konceptuar dhe më herët për ta bërë një intervistë, por unë sot jam i bindur që ne do të kemi mundësi të japim mesazhet e duhura, të ndajmë disa raste që deri diku edhe të gjithë të kenë një lloj jo vetëm informimi, por edhe një lloj shqetësimi tashmë për të ditur disa gjëra më shumë se si duhet të ruhen apo se si mund të ndryshojnë edhe stilin e jetës në raport me sëmundshmëritë. Unë doja të dija pak më tepër rreth karrierës tuaj, që nga dëshira për të zgjedhur mjekësinë e për të vijuar në rrugën e mjekësisë dhe sigurisht pastaj specializimi edhe gjithë hapat e tjerë që ju keni ndjekur. Mjekësia në fakt ka qenë zgjedhja ime, por neurologjia jo, të jem sinqer. Sepse unë vi nga një familje që nuk ka mjek. Janë familje ekonomistësh, kanë shumë ekonomistë dhe ka qenë këmbgulja e prindërve të mi që unë të merrja fakultetin ekonomik. Ashtu si ti e di, konkurset kanë qenë me goxha rigoroze në atë kohë, ti hyje në konkurs, fitoje kaq pikë, do zgjidhje degën. Dhe unë atëherë fitova dhe mjekësinë dhe ekonomikun. Prindërit e mi nuk donin që unë të vazhdoja mjekësinë dhe ka qenë një këmbgulje shumë e madhe e imja që u futa në mjekësi. Ndërsa neurologjia nuk ka qenë zgjedhja imja, si çdo brez në atë kohë, unë doja të bëhesha kardiologe, mjek okuliste, otorinolaringologe. Por në fakt ka qenë sugjerimi i miqve të Timeti që të merrja neurologjinë për faktin sepse duke qenë se kisha lindur isha arritur në Tiranë, duhet të punoja në një qendër spitalore në Tiranë, që mund të ishte trauma apo QSO-toja, apo edhe shërbimi ambulator. Megjithatë, sot unë e them me bindje që ka qenë zgjedhja më e mirë që është bërë për mua. Dhe unë nuk di nëse do kisha bërë një gjë më mirë se sa neurologjinë. Kam përshtypjen që ndonjëherë vërtet ne mund të kemi dëshira ose objektiva të caktuara, po duke sikur gjërat marrin një rrjedhë që është e shkruar, është e parashkruar që kjo është rrjedha e duhur e jetës tonë dhe kjo do jetë ajo më e suksesshme në çdo drejtim. Është vërtet, për shembull në gjimnaz mua mendjen për mjekësi ma kam mbushur zusha ime biologjist, që unë e kam takuar mbas në spital dhe kur i kam thënë që ju jeni personi që keni vendosur rrjedhën e fatit tim, sigurisht që më mbante mend, edhe ajo ka qenë personi që më ndihmonte që unë të fokusohesha në pjesën e biologjisë dhe të kimisë, duke më dhënë atë si i thon drejtimin për të marrë mjekësinë. Doktoresha, dua të di diçka më tepër rreth shërbimit. Së pari, çfarë presin më shumë, çfarë janë urgjencat që ju haseni më shumë dhe pastaj diçka më specifike për secilin prej tyre, si menaxhoni dhe se si konvertoni. Atëherë, shërbimi neurovaskular është një shërbim që është i specializuar në trajtimin e sëmundjeve neurovaskulare, që do të thotë në sëmundjet që kanë lidhje me infarktet dhe hemorragjitë e trurit. Sigurisht që infarktet dhe hemorragjitë e trurit janë sëmundje akute, janë sëmundje që fillojnë në mënyrë të menjëhershme. Pacienti duke qenë mirë e bukur, krejt papritur, nuk artikulon më, nuk flet më, nuk komunikon, ka paralizë të dorës dhe të këmbës, dhimbje të forta koke, të vjella, probleme me ekuilibrin, janë një sër shenjash që vendosen brenda 60 sekondave ose brenda disa minutave. Dhe pastaj ajo që duhet në një reagim shumë të shpejt është që familjarët ta drejtojnë sa më shpejt drejt urgjencës, sepse truri është goxha vulnerabël ndaj hemorragjisë dhe ndaj infarktit. Ajo që mund t'ju them unë që është goxha e rëndësishme është që brenda minutit vdesin 1.9 milion neurone. Domethënë, çdo minutë është e rëndësishme. Ne kemi si postulat në shërbimin tonë që time is brain. Domethënë, duhet
sa më shpejt me organizimin jo vetëm të familjarëve që ta sillnin sa më shpejt, po edhe të personelit mjekësor që të kryen ekzaminimet herët, që të mund të konsultohen me mjekët neuroradiolog dhe radiolog, të konsultohen me mjekun neurolog në mënyrë që të vendosen një terapi sa më të saktë dhe sa më të hershme për pacientin. Sepse ka dy kategori sëmundjesh, janë ishemitë e trurit, që nëse ne arrijmë që të ndërhyjmë në kohë brenda 3 deri në 4.5 orëve të para, dhe nëse pacienti sigurisht plotëson edhe ato që janë indikacionet e procesit të trombolizës, përfitimi është jashtëzakonisht i madh. Nga një paralizë plotë e dorës edhe e këmbës apo nga një problem i rëndësishëm i ekuilibrit apo i dhimbjeve të forta të kokës, reduktohet zona e ishemisë, rivendoset vaskularizimi i enëve të gjakut dhe pacientët dalin pa deficite neurologjike. Është shumë e rëndësishme të thuhet që infarktet dhe hemorragjitë e trurit janë sëmundje që kanë shkallën e parë të invaliditetit dhe të vdekshmërisë në botë. Janë gati krahasohen me sëmundjet kardiake, me infarktet kardiake. Ka vende, për shembull vendet me zhvillim mesatar apo vendet me zhvillim të ulët, që infarktet e trurit dhe patologjitë e trurit, kryesisht vaskulare, zënë vendin e parë, ndërkohë që në vendet e zhvilluara për shkak të evolucionit të trajtimit klasifikohen të dytat dhe të tretat. Me të drejtë dikush që na ndjek edhe që nuk është në brendësi të spitalit, do pyeste në rast se është përpara një situate të tillë të vështirë me veten apo një familjar dhe do donte të dinte kush janë 3 hapat e të ardhurit në spital. Ai vjen në urgjencë qendrore apo ai vjen pranë jush në shërbimin e ai vjen në urgjencën qendrore sepse është organizuar sistemi i tillë. Gjithmonë ka një mjek neurolog i cili është përgjegjës mbasi bëhet triazhi që të vlerësojë shenjat neurologjike, sigurisht duke i dhënë prioritetet në varësi të kohës. Pacienti që vjen më herët dhe që ka indikacion absolut për vlerësim neurovaskular, i nështrohet ekzaminimeve ku hyn skaneri, angioskaneri apo dhe provat e koagulimit dhe pastaj mbasi vlerësohet nga mjeku neurolog primar, vendoset të transferohet me urgjencë në shërbimin neurovaskular. Sigurisht pastaj në ndrejtimin pikërisht të mjekut neurolog bëhet vlerësimi parametrave dhe fillohet procesi i trombolizës, që është proces me anë të një medikamenti, quhet alteplaz medikamenti, hyn me rrugë venoze dhe shkrim trombin apo rivendos vaskularizimin e trurit. Por është një procedurë që mbaron brenda 60 minutave dhe pastaj pacienti vazhdon të mbahet në observim brenda 24 orëve për faktin sepse mund të bëjë transformime hemorragjike, mund të bëjë komplikacione të tjera, bëhet rivlerësim me skaner mbas 24 orësh në mënyrë që ne të përcaktojmë saktësisht madhësinë e infarktit të mbetur. Pastaj fillon procesi tjetër që është një proces po aq i rëndësishëm për shkaktarët, për etiologjinë e sëmundjes, se na erdhi kjo sëmundje, sepse dihet që sëmundjet neurovaskulare kanë faktor risku që fillojnë që nga patologjitë e koagulimit, stenozat ekstra apo intrakraniale, hipertensionin, diabetin, dislipidemin, duhanin, alkoolin, pra është një numër shumë i madh patologjish që mund të shkaktojnë sëmundjet neurovaskulare. Tani doktoresha do të kalojmë një moment shumë të rëndësishëm, do dua të di diçka më tepër rreth karrierës tuaj klinike, rasteve që ju keni pasur, ato raste që ju e kanë ngelur mendje, raste që janë vështira, raste që kanë qenë ndoshta edhe me përfundim jo të mirë, kështu që do doja që ta nisnim me një rast që është i vështirë, por ka rezultuar i trajtuar me sukses pas një le të themi përpjekje maksimale që ju dhe ekipi keni realizuar. Ka shumë rëndësi diagnoza. Diagnoza e sëmundjes. Ajo që mbaj mend një rast kohëve të fundit, mund të them, ka qenë një zonjë 46 vjeç, e cila vjen në urgjencë me një gjendje stupori të thellë. Pacientja e vlerësuar me imazheri, me skaner, angioskaner dhe interpretuar normal, ndërkohë që kishte shenja fokale neurologjike. Kishte një anizauri, themin e të syve, domethënë njëra pupile e syrit më e zmadhuar se tjetra, bënte disa lëvizje spontane të njërës dorë që gati shkonin në kuadër të një krize epileptike. Pacienta shtrohet rreth orës 3-4 të mëngjesit dhe sigurisht që në 3-4 të mëngjesit bie dhe vigjilenca pasi një lodhje të vazhdueshme prej 24 orësh të mjekut roje apo të qëndrimit gjatë gjithë kohës mbi kokën e të smurit tek pacientët e reanimacionit. Unë vi në mëngjes dhe gjithmonë e kam zakon që përpara se të
të fillojmë mbledhjen e mëngjesit që fillon rreth orës 8:30, I hedh një sy pacientëve që ne kemi të shtruar në reanimacion dhe ato shoh këtë zonjë të shtruar tek shtrati që unë kisha në patronazh, që nuk më pëlqeu. Që nuk më pëlqeu sepse bënte lëvizje atipike, lëvizje me kontraktura, me shtrëngime të novullave. Sigurisht që absolutisht bëhet vlerësimi I parametrave, vendosja e sondës nazogastrike, kateterit, dhe kërkojmë të shikojmë imazhërinë, sepse nuk na përkonte me asnjë patologji që kishte faktor risku patologjitë vaskulare. Fatmirësisht ne kemi një shërbim radiologjik ngjitur me shërbimin neurovaskular, me mjet të shkëlqyer neuroradiolog që bëjnë vlerësime spektakolare në drejtim të diagnozës. Dhe I kërkoj doktor Benit të më ndihmonte për ta riparë imazhërinë dhe në riparjen e imazhërisë doktori vlerësoi që kjo ishte një smurë një tromboze venave të thella që është shumë e rrallë si diagnozë, por njëkohësisht është një diagnozë dhe që është me mortalitet shumë të lartë. Sepse bllokimi I venave të trurit bën që gjaku arterial yt mos ketë ku të drenojë dhe fillon ajo që quhet edem e trurit, entja e trurit. Dhe entja e trurit manifestohet me përgjumje, me rënje të vigjilencës, të ndërgjegjes dhe pastaj me status epileptik. Statusi epileptik është në diagnozat më të vështira që e ka mortalitetin shumë të lartë. Por ka një kleçk shumë të rëndësishme në trajtimin e këtyre patologjive. Nëse ti fillon antikoagulimin shumë herët, me doza terapeutike, me doza të larta, pacientit I rrit shanset. Dhe kjo gjë u bë me këtë smurë. Pra ishte një smurë në status epileptik që ne po bisedonin për ta transferuar në reanimacion qendror për faktin se ishte një smurë që kërkonte intubim. Fillohet antikoagulimi, asistohet me terapi antiepileptikët, fatmirësisht I disponojmë në shërbim këto, dhe brenda 4-5 orëve pacienti e hap sy. Pra, ajo që pash tek familjarët ishte nga një tragjedi me humbje të shpresës dhe se ti kur ja shpjegon që kjo është një diagnozë që e ka vdekshmërinë shumë të lartë, të gjithë të shohin në dritë të syrit që si është, dhe pastaj pas 5 orësh ty të komunikoj, të filloj të flasi dhe të thotë çfarë ka ndodhur, është sinqerisht mrekulli. Patologjitë të trombozave venoze ne I kemi të shpeshta, sepse kjo në fakt është patologji e moshës së re. Nuk është patologji e moshës së tretë. Për shembull, kemi pasur zonja që sapo kanë lindur dhe kanë bërë tromboza të venave, por nuk kanë qenë si kjo zonë që ishin diagnoza shumë e vështirë. Për shembull, nëse ne do kishim pasur mbështetjen e neuroradiologjisë që të na vinte saktësisht diagnozën dhe ne të ndërhynim në kohë rekord, ajo është një paciente që u vlerësua brenda 6 orëve, u diagnostikua dhe u trajtua në kohë rekord, dhe sigurisht që u shpëtuan jetë. Më përmendej që ka patur raste edhe tek nënat që janë në procesin e lindjes ose pas lindjes. A mbani mend ndonjë rast që ka qenë I atill sa që mund ta ndani me ne, sepse realisht, sidomos kur I drejtohemi kësaj pjese të popullatës, ka një ndjeshmëri të lartë edhe për faktin që sapo sjell në jetë një fëmijë dhe sigurisht është raste janë vërtet vështira. Trombozat venoze, duke qenë se gjatë shtatzanisë ndodh një proces që quhet hiperkoagulim në organizmin e nënës, bëjnë predispozicione për të bërë tromboza, jo vetëm të trurit, por edhe të organeve të tjera. Por tromboza venoze është fatale nëse nuk kapet në kohë dhe nuk diagnostikohet në kohë. Unë mund t'ju them raste fatkeqësisht që kanë ndërruar jetë, pavarësisht asistencës mjekësore, jo vetëm të shërbimit tim, por dhe të shërbimit të reanimacionit qendror, të shërbimit të neurokirurgjisë, por që nuk ja kanë dalë dot sepse kanë qenë tromboza të disa sinuseve, të disa venave dhe nëse ne kemi trombozë të një sinusi apo të 2 sinuseve, kemi shpresa për të shpëtuar. Por nëse kemi trombozë të disa sinuseve, atëre ulen shumë shanset e jetëgjatësisë. Ka qenë një vajzë edhe para 2-3 muajsh e cila mbriti në urgjencë fatkeqësisht me shenja prej disa ditësh, por që kur ka mbritur në urgjencë, ka mbritur në gjendje kome.
dhe u asistua, u intubua, u kryen shumë procedura terapeutike por që nuk arriti të mbijetoj. Ashtu siç kam pasur edhe një vajzë 26 vjeçe që sapo kishte lindur, bën një krizë epileptike, vjen tek ne, diagnostikohet me trombozë venoze, ndërhyet me terapi. Sigurisht që ndërhyrja me terapi në këto raste i kërkohet nënës që të ndërpresi ushqyerjen me gji. Por asnjëherë nënat nuk duan ta pranojnë këtë gjë, që jo, pse unë do t'i marr dhe ilaçet, do ta ushqej dhe me gji fëmijën. Por në fakt është e domosdoshme në mënyrë që ti të mos bësh edhe intoksikimin e fëmijës nga medikamentet. Dhe me bindje, me shumë takt nga ana jonë dhe sigurisht edhe me ndihmën e familjarëve, sepse kërkohet një ndihmë disa dimensionale, arrim që t'i bindim nënat e reja dhe të fillojmë terapinë. Dhe zonja vjen dhe sot më takon her pas here dhe më thotë që jam shumë mirë, sa të bë vajza, i them unë, sa të bë djali, bëri dhe një djalë pas dhe ecuria ka qenë jashtëzakonshme. Pra, ne kemi raste të përditshme, mund të them, të moshave të reja, fatkeqësisht disa herë fatale, pavarësisht impenjimit maksimal nga stafi mjekësor. Doktoresha, në këtë drejtim, cili ka qenë një rast që edhe pse puna është bërë maksimale, por ka pas një përfundim fatal dhe që realisht e keni në mendje si një rast vërtet vështirë që keni drejtuar? Rasti trisht, mund të them, ka qenë një zotëri 44 vjeç, i cili bën një tromb të bazilares. Bazilarja është një arterie shumë e rëndësishme që furnizon me gjak atë që ne kemi trunkusin e trurit. Në trunkus të trurit gjenden të gjitha qendrat e rëndësishme që kanë lidhje me funksionin kardiak, me funksionin respirator, me funksionin e gëlltitjes. Dhe njëkohësisht është edhe territori ku i gjithë korja e trurit apo i gjithë truri mblidhet dhe pastaj shkon në medull spinale. Bën një tromb të bazilares dhe një tromb të pjesshëm me deficite neurologjike të rëndësishme, qëndron gjatë në reanimacion, kishte 2 fëmijë të vegjël, një djalë 6 vjeç dhe një vajzë 3 vjeç, kishte një zonjë shumë të përkushtuar. Dhe duke qenë se ndeni gjatë në reanimacion, e patëm dhe një lloj lidhje shpirtërore me pacientët që në fakt ndoshta njerëzit nuk e kuptojnë, por mjeku gjithmonë është i lidhur shpirtërisht me pacientin, edhe me hallet e tij. Ditën e parë ne nuk i marrim vesh hallet dhe problemet e pacientit, ama ditën e dytë na thuhet nga infermierët, nga stafi mjekësor që asiston gjatë mbasdijes së darkës, që shiko se kishte një fëmijë të smur, ose shiko kishte një baba të smur. Dhe mbas 4 deri në 5 javësh pacienti shkon shumë mirë. Ngjitet në pavion, fillon rehabilitimin dhe shumë të kënaqur të gjithë e përcjellim në shtëpi. E shoqja vjen mbas 3-4 muajsh më takon dhe më thotë që na ka dalë një problem tjetër, i smuri ishte diagnostikuar me një kancer të pulmonit dhe ndron jetë brenda 6 muajsh. Por duke qenë se ai, ndoshta ne mund të kemi pasur dhe raste më tragjike, por koha që kanë qëndruar në spital ka qenë shumë e shkurtër. Ndërsa me këtë pacient, duke qenë se ishte një pacient që ndeti mbi 6-8 javë në spital, i thrisnim njëri tjetrit gati në emër dhe mbaj mend që ai gjithmonë pyeste në mëngjes se si ishte vajza sot. Unë e pyesja, ai më pyeste dhe ikja e atij pacienti sigurisht që më la një trishtim, të jemi sinqert. Pastaj mund t'ju tregoj edhe një rast tjetër që është, kjo ka qenë ndër herët e para të mia në urgjencë. Edhe kjo ka qenë shumë tragjike. 2 vëllezër duke studiuar një mbasdite në shtëpi 16 dhe 18 vjeç, vllai këput kokën në tavolinë, vë dorën në kokë pas një dhimbje shumë të fortë dhe vllai e ka sjell në krah në urgjencë. E ka sjell në krah në urgjencë, sigurisht në gjendje kome, kryen të gjitha ekzaminimet, skaner, angioskaner,
bëhet vlerësimi me neurokirurgun për faktin se ai ishte një hemoragji masive e trurit nga një aneurizëm, malformacioni i endogjaput të trurit dhe djali ndron jetë shumë shpejt. Por ishte shumë e trisht pamja të shikojë vllajën që të sillte vllajën në krah. Po si ka mundësi doktoresha kaq moshë e re që të ketë një situatë të tillë, është diçka që është e lindur apo është diçka e cila është krijuar për shkak të një apo dy arsyeve të tjera që ne aneurizmat cerebrale apo anomalitë cerebrale, sepse nuk janë vetëm aneurizmat, janë dhe malformacionet arteriovenose. Janë në fakt një pjesë e mirë e tyre janë patologji të lindura. Ke lindur me këtë anomali bazale. Sigurisht që ka dhe të fituara për shkak të infeksioneve të ndryshme që mund të ndodhin mikotike kryesisht, por pjesa më e madhe janë patologji të lindura. Ke lindur me një anomali dhe në një moment të caktuar ajo qahet. Por nëse aneurizma është me dimensione të mëdha, sasia e gjakut apo është në një enë të rëndësishme, sasia e gjakut që përhapet në tru është shumë e madhe dhe vdekshmëria shumë e lartë. Mund ta them që mbi 50% e pacientëve që me hemoragji subarachnoidale prej aneurizmave cerebrale nuk arrin të mbërrin gjallë në spital, domethënë u mbasin jetën rrugës. Procesi i vlerësimit është i vështirë dhe procesi i ndërhyrjes që realizohet nga neurokirurgët pastaj është goxha më i vështirë. Po një roje juaja, doktoresha, çfarë ndodh gjatë një roje ku minuti vlen sa një jetë dhe ku mundësia shumë e lartë që nuk përballesh jo vetëm me një, por edhe me shumë raste të tilla kaq të vështira. Ne kemi një specialitet, një specifik si shërbim që kemi qëndrimin on call në fakt. Sepse specializantët tanë janë personat që janë drejt për drejt të lidhur, ndërkohë që ne jemi personat e kontaktit për të vlerësuar rastet. Sigurisht që on call shkon shumë, se janë 7 deri në 8 ditë në muaj. 7 deri 8 ditë në muaj nuk janë pak, sepse mendohet që të fillohet që nga ora 8 e mëngjesit deri të nesërmen në ditës tjetër, po ki parasysh që dhe dita tjetër është mjaft e ngarkuar. Dhe duhet të bërë vlerësim basuar në të dhënat klinike që t'jep specializanti, që fatmirësisht i kemi shumë të mirë dhe shumë të përkushtuar. Dhe njëkohësisht i duhet të shikosh dhe vlerësimin imazherik nëpërmjet imazheve të skanerit apo të angioskanerit dhe duhet të përcaktosh dhe të vlerësosh se cila nga patologjit ose cili nga të smurët ka prioritetin në mënyrë që të shpejtohet për të dhënë diagnozën. E di çfarë qëllon Gen? Të qëllon që ty brenda 10 minutave të vinë 3 pacientë që kanë të 3 nevojë urgjente. Dhe ndonjëherë të duhet të fokusohesh dhe të krijosh ato që quhen prioritete. Cila nga patologjit ka vdekshmërinë më të lartë, siç janë për shembull hemoragjitë, cila është patologjia që mund të përfitojë më shumë, siç janë infarktet që ka nevojë për trombolizën, dhe pastaj të mund të thuash sill të parin zotrin, sill të parin zonjën, ndërkohë që reanimacioni aty kthehet pastaj tamam në një betejë lufte, sepse ti duhet të sigurosh shtretërit e lirë në mënyrë të sigurosh medikamentet që ti bësh gati, që sapo të vi pacienti të mundet të shpjegosh familjarëve, që kjo është detyra jona, të shpjegosh familjarëve se kjo është një sëmundje shumë e rëndësishme. Është një sëmundje shumë e rëndësishme që po nuk ndërhyren në kohë, pacienti nuk do të ngrihet më nga shtrati, ose pacienti do të humbasi jetën. Shpeshherë ndonjëherë hasim dhe në rezistencë nëse vërtet ajo që ne po propozojmë është e dukura. Ne në Shqipëri e kemi pak të ndjenjën e mosbesimit ndaj mjekut. Dhe gjithmonë e para gjë që bëjmë është nxjerrim telefonin nga xhepi për të pyetur dikë që është një shok, një mik, për të marrë një mendim nëse duhet ta bëj këtë gjë apo nuk duhet ta bëj këtë gjë. Pavarësisht se personi që ti merr në fakt nuk është specialist i duhur. Dhe ty të qëllon shpeshherë që minutat humbasin, sepse njerëzit thonë, po doktoresha, po ja, të bëj një telefonat, ama ka dhe nga ata që thonë, bëj si çdo bëje për nënën dhe babain tënd. Dhe kjo në fakt të vë dhe një farë para përgjegjësisë që
bëj siç do bëje për nënën apo babain tënd. Patjetër që ne bëjmë për pacientët atë që do kishim bërë për nënën dhe babain timin apo të tërë kolegëve. Ajo që unë shpeshherë them gjithë pacientëve, po sigurisht më shumë edhe qytetarëve që tani në këtë podcast më ndalin dhe më kërkojnë shpeshherë informacion ose më pyesin, është që në fakt synimi jon i vërtetë është që të bëjnë të kuptojnë që duhet të ketë besim tek mjekët edhe tek bluzat e bardha, sepse në asnjë rast nuk ka, dhe unë këtë e them me bindje maksimale, nuk ka asnjë mjek i cili ka një pacient përpara do ta trajtojë dhe këtë trajton me bindje keq. Kjo nuk ndodh kurrë, sigurisht që ka momente kur vendoset një diagnozë e cila për një arsye apo një tjetër është e gabuar, gjë që ndodh dhe ka një për shkak të numrit të fluksit, sidomos në urgjenca, por në çdo rast mjekët janë kompetent dhe persona të cilët kanë dëshirën, interesin dhe sfidë profesionale që pacientit që kanë përpara ta kenë të trajtuar ashtu siç duhet. Unë them shpeshherë këtë gjë që asnjë mjek nuk do që ta humbasë pacientin e tij. Veçanërisht në shërbimet si tonat që e kemi vdekshmërinë lartë, që bëhet maksimumi dhe nuk ka rëndësi mosha, sepse shpeshherë përballesh edhe me faktin që thua që ose mendimin nga familjarët që duke qenë se pacienti është në moshë të tretë, ndoshta nuk i kushtohet vëmendja e dorë. Për shembull, kur pacienti vjen në moshën 80-85 vjeç, por kjo nuk është e vërtetë. Absolutisht që vlerësimi, diagnostikimi, shërbimi bëhet maksimal si në moshën 18 vjeç, ashtu dhe në moshën 80 vjeç. Doktoresha, më vjen në mendje që të t'ju pyes një pyetje që në fakt shpeshherë na jep edhe një lloj shpresë dhe një lloj opinioni që na ngel në mendje për shumë gjatë. Në gjithë këto pacientë, në gjithë këto raste, në gjithë këto vështirësi që keni kaluar, cila është këshilla më e bukur që ju ka dhënë një familjar apo një pacient ose mesazhi më i bukur që juve vërtet e mbartni me vete dhe doni ta ndalni me ne? Mesazhi më i bukur, ajo që marrim ne kur pacientët dalin mirë nga spitali, janë mesazhe urimi pafund. Dhe bekime pafund. Gjithmonë njerëzit fusin Zotin, sepse e din që urimi që ata mund t'japin nuk është i mjaftueshëm për të falenderuar. Dhe gjithmonë shpreha që i dëgjojmë shpesh në fakt është të bekoftë Zoti tek vetja dhe tek fëmijët e tu, tek familja jote. Dhe ose ta shpërbleft në të gjitha të mirat. Domethënë këto janë shprehje që ne i dëgjojmë shpesh. Dhe sigurisht që ti kur merr falënderime ndihesh mirë dhe ndihesh në një farë mënyrë edhe optimiste, me shpresë ose me besim që mundet të bësh më të mirën tënde. Dhe po ta kthej nga krahu tjetër, në gjithë këto vështirësi, në gjithë këto ngarkesa, në gjithë këto momente kaq të ngarkuara që ka profesioni, a ka pas një moment që keni ndier një ngarkesë të tillë emocionale dhe keni menduar që shiko mund të jetë një moment për të bërë një hap pas? Ndodh shpeshherë, jo rrallëherë, të jem sinqer, sepse ka ditë të javës që janë super të ngarkuara. Ka ditë javës që janë me 4-5 pacient problematik, që njëri komplikohet me një patologji kardiake, tjetri me një patologji renale, ti duhet të përplasesh me sfidat e gjetjes së diagnozës. Qëllon që pacientët nuk të ecin mirë, ose qëllon disa ditë rresht që nuk të hecin mirë pacientët. Ne kemi një shprehje në animacion mes kolegësh atje, që unë po e ndaj pa lejen e tyre në fakt. Bëjmë shaka kur nuk na hecin, domethënë kur gjërat na ecin mirë, bëjmë shumë shaka. Pastaj kur nuk na ecin keq, themi na shkthyer Mërkuri retrograd. Fillojmë pastaj edhe merremi edhe me parashikimet e yjeve, sepse kur kthehet Mërkuri retrograd nuk thecin gjërat mirë dhe e përdorim shpeshherë këtë gjë që Entela, më thot një kolegu im, më duket se Mërkurin e kam retrograd të javë sepse nuk po më hecën asnjë nga pacientët mirë pavarësisht impenjimit maksimal. Dhe gjithmonë do doja për shembull që të kisha një ditë që të mos bëj asgjë.
më qëllon që të them që sikur ta kisha pushim sot dhe të mos bëja asgjë. Sepse ajo që neve e kemi vënë re, që ne as e shtuna e diela nuk na mjafton. Sepse qëllon gjithmonë që një të shtun apo një të diel i on call dhe ti je me telefon në dorë gjatë gjithë kohës. Na është bërë telefoni që kudo e mbaj me vete dhe po të mos bjeri një orë, thua çka ka ndodhur, mos e kam vënë silencios sepse nuk e pash, dale ta shoh e kam zile në rregull, ose për shembull kur natën gjithmonë kur jam on call natën gjithmonë kur shtrim për të fjetur kontrolloj disa herë telefonin që shikoj kam me zile apo se mos pa dashje apo dhe vajza e ka bërë pa zile edhe vjen zilja dhe ti nuk e dëgjon dhe kjo është domethënë është një brerje ndërgjegje shumë e madhe pastaj që fatmirësisht mua nuk më ka ndodhur asnjëherë. Dhe do të kisha dashur në vazhdimsi të pyetjes tënde që të mund të isha tërhequr 2-3 ditë dhe të merresha me gjëra që s'kan lidhje me miksin. Nuk është se e bëj, jo vetëm për lejen e zakonshme të verës, po mundohem 2-3 herë gjatë vitit të marrim ato ditët e pushimit, të mund të shkëputemi dhe për t'ju kushtuar familjes, shoqërisë dhe për t'u marrë dhe me veten patjetër. Do doja të pyesja tani për vete në fakt, në lidhje edhe me këtë gjë. A ka një moment që të trishton në shoqëri, në vlerat njerëzore, në raportet me të tretët, çfarë të trishton më shumë ti? Unë nuk jam natyrë që trishton kollaj, në fakt, ata që më njohin e dinë, por sigurisht që ajo që më krijon hatërmbetje është mosmirënjohja. Mosmirënjohja ndaj asaj pune, përkushtimi, kohëve të gjata që i kam kushtuar këtij profesioni. Dhe mosmirënjohja nga njerëzit, apo dhe nga kolegët, apo nga njerëzit që kemi mbi vete, apo nga institucionet, nuk mund të them më trishton, por më repelon. Sepse sikur 24 orë të ri një huaj me ne, një individ që nuk ka lidhje me mjekësinë dhe të kuptoj sakrificat e pafundme që bën një mjek, sigurisht që do stepej përpara se të nxirrte lumin e madh të akuzave që dëgjojmë shpeshherë nëpër media. Shumë e vërtetë është. Në fakt, doktoresha, unë do doja të pyes edhe një situatë tjetër që e kam shumë të rëndësishme për të marrë opinionin e njeriu të fortë siç jeni ju. Je në një lum akuzash, sulmesh në njerëz të cilët ti në më të mirë e mundshme i njeh, në më të keqen e mundshme as nuk i njeh. E vërtetë. Dhe sigurisht që kjo të bën ndihesh keq, shpifje etj. Si reagoni? Cila është hapi që ju ndiqni përpara njerëzve të cilët në një mënyrë apo një tjetër duan t'ju dëmtojnë juve, karrierën, personin? Varet se kush është personi. Për shembull, nëse personi do të ishte individi, do të ishte një njerëz që unë e njeh mirë, ose një njerëz që nuk kisha do e konsideroja mik apo shok, sigurisht që në një farë mënyrë do kërkoja përballje. Përballjen për të më thënë ose për të më treguar argumentat për të cilat pse po e bën këtë gjë. Nëse personi është një person që unë nuk e njoh apo ndoshta është një person që nuk ka informacionin e dur, apo është induktuar në mënyrë jo të drejtë nga të tretët. Sigurisht që nëse do ishte një person afër, përsëri do kërkoja përballjen, por nëse do ishte një person që pavarësisht se përballjes, sqarimit do ishte i pamjaftueshëm, personalisht do të shkonte ose le të vazhdonte. Cila është telefonata e parë që bëni kur mërziteni, kur jeni në stres? Kur jam në stres, unë kam motrën time, që është si i themi gjysma ime, dhe në të gjitha hallet, problemet, shqetësimet i diskutojmë bashkë dhe telefonata ime e parë e mëngjesit është ajo. Dhe si më thonë është pika ime e referimit, është vendi ku shfryhem, ku ankohem, është njeriu që është suporti im i madh
dhe mbështetja ime më e madhe. Po në raport me prindrit tuaj, kanë një këshill që ju kanë ndjekur dhe ju ndjek gjatë gjithë jetës, ndoshta nga nëna ose babai, që vërtet ka qenë një këshill me shumë peshë dhe që juve ju ka formësuar si individ? Patjetër që ka, sepse prindrit janë gjithmonë janë protektiv ndaj fëmijës dhe gjithmonë japin këshilla në mënyrë që fëmia e tyre të mos atakohet ose të mos të sulmohet apo që të krijojë një imazh sa më të mirë për veten. I madh, i cili sot fatkeqësisht nuk jeton më ka dhënë një këshill shumë të rëndësishme që asnjëherë mos i neglizho njerëzit, qoftë edhe ata që të takojnë në rrugë, qoftë edhe ata që të vinë në spital, dëgjoj. Pavarësisht nëse e jep dot ndihmën apo nuk e jep dot ndihmën, po e rëndësishme është i dëgjosh, sepse ai mbart një hall në shqetësim dhe të ka gjetur ty si pikën e referimit ose si alternativë zgjidhje dhe mira do ishte që edhe nëse nuk e ke në dorë të mund t'i tregosh rrugën për ta gjetur. Pra, mos i neglizho njerëzit dhe dëgjoj. Kjo ka qenë këshilla që i mat ma ka dhënë dhe unë në fakt mendoj që përpiqem gjithmonë që ta mbaj si këshill, ta realizoj. Doktoresha, po në kohën tuaj të lirë, domethënë tani ne psikiatrit themi që çdo njeri ka nevojë për një lloj toksimi për të shkarkuar gjithë atë pjesën e stresit dhe ngarkesës dhe të lodhjes. Çfarë keni ju një aktivitet, një proces që ju bën të ndjeheni mirë dhe ju bën të harroni komplet stresin e ditës? Unë preferoj sport. Sigurisht që sportin, unë jam marrë gjithmonë në sport më pak. Kam vrapuar, kam bërë palestër, kam bërë gjitje, zbritje, malesh, por tani në fakt kam 4-5 vjet edhe për shkak të intensitetit shumë të madh të punës dhe të impenjimit me punën, me fakultetin, me vajzën. Kam gjetur një sport tjetër, që është një sport shumë interesant, që është pilatesi. Në fakt, mua më pëlqen shumë pilatesi, dhe është një aktivitet fizik që unë e realizoj me shumë kënaqësi 2 deri në 3 herë në javë. Më shkarkon qoftë nga ana fizike, qoftë edhe nga ana mendore. Doktoresha, po në raport me studentët tuaj, ju e përmendët, sigurisht keni një ndër angazhimet tuaja është pjesa akademike, që është shumë e rëndësishme. Çfarë raporti ruani me studentët? Çfarë janë për ty studentët e kohëve të sotshme? Çfarë presim ne prej tyre në të ardhmen? Unë quaj një detyrë shumë të rëndësishme këtë dhe përpiqem sinqerisht ta realizoj sa më mirë. Për faktin se unë kam një detyrë që të mësoj. Profesori nderuar mentor Petrela gjithmonë përdorte një shprehje: teach me if you can. Domethënë, nëse ti mundesh më mëso, se jo çdo kush e ka këtë aftësi për të mësuar. Dhe unë përpiqem shumë që atë që unë kam mësuar ndër këto vite, tua transmetoj studentëve, tua shpjegoj sa më mirë, qoftë në pjesën teorike, por më shumë në atë që ne i themi pjesën praktike, sepse librat janë aty, dhe një pjesë e mirë e tyre arrin që ta përthithin të gjithë materialin. Por të ndalem tek ato që janë pjesët më të rëndësishme të neurovaskularit apo të neurologjisë në përgjithësi. Sigurisht që qasja është e ndryshme në studentë të ndryshëm. Çdo grup në fakt i ka 4-5 studentë që janë shumë të mirë, ekselent, që ty të bëjmë pyetje që ndonjëherë thua prit, e di unë këtë gjë apo nuk e di? Ose i thua prit se do ta shoh dhe do të ta them nesër saktësisht, në mënyrë që të mos marrë dhe informacionin e gabuar, sepse informacionet që merren gjatë universitetit janë informacione që mbeten të brumosura për shumë kohë. Dhe sigurisht ka një target që përpiqet, ashtu si ka dhe një target tjetër studentësh që janë absolutisht totalisht neglizhent ndaj marrjes së informacionit. A kanë një qëllim, doktoresha, që i keni vendosur vetes tuaj në një qëllim? E kam edhe në konceptin që vitet ecin, jemi në prag të përmbylljes së ciklit të punës tonë
dhe ajo mënyra se si do doje të mbahesh mend për pacientëve, për njerëzve, për rrethit tënd etj. Qëllime kemi shumë, sepse mendoj që kemi ende dhe 20 vjet karrierë, kështu që të paktën të urojmë të jemi mirë me shëndet dhe të paktën dhe 20 vjet punë, kryesisht në fakt qëllimet në këtë fazë qëndrojnë atë tek pjesa akademike, që dua të arrij dhe këtë, dua të arrij dhe këtë, të marr dhe këtë grad, të mundet të rispeshën time, jo vetëm në mësimdhënie, por veçanërisht në marrjen e njohurive të reja për trajtimin e pacientëve, sepse mjekësia sot është kthyer në një vrapuse shumë të mirë. Domethënë, unë mendoj që mjekësia vrapon më shpejt se sa të gjitha shkencat. Për shkak të teknologjisë, sigurisht, dhe për shkak të diagnostikimit shumë të hershëm që i bëhet pacientëve. Mund të themi që dhe imazheria ka ecur shumë, po ecja e imazherisë apo ecja e elektrofiziologjisë ndihmon shumë neuroshkencat, ndihmon shumë neurologji në diagnozë, dhe sigurisht që diagnostikimi i herët bën që dhe mjekimi të jetë më i saktë, më i shpejtë. Por njëkohësisht edhe terapia ka evoluar shumë. Terapia ka evoluar shumë veçanërisht në drejtim të imunoterapisë, që jo vetëm për patologjit neurologjike, por për të gjitha shkencat. Për shembull, në patologjit neurologjike, imunoterapia po gjen një shtrirje shumë të gjerë përdorimi, dhe sigurisht që të luftosh me antitrupa atë që trupi krijon në mënyrë të gabuar, mund të themi që është e ardhmja e shkencës, apo vlerësimi i mjekësisë, apo vlerësimi asaj që quhet nanoterapia, ose me anë pjesëzave shumë të vogla të cilët ti mund të luftosh kancerin. Apo ajo që unë shoh sot një evolucion shumë të mirë të mjekësisë është terapia gjenike. Terapia gjenike që ti të luftosh gjenet e gabuara, dhe ka shumë vite që përdorej në fazën eksperimentale, ndërkohë që tani po hyn edhe në protokollet e trajtimit të mjekësisë. Ndërkohë që unë shoh shumë të rëndësishme dhe një pjesë tjetër të mjekësisë, ajo që quhet telemjekësia. Ne kemi të instaluar telemjekësinë në shërbimin tonë, edhe në spital, por veçanërisht edhe në shërbimin tonë. Madje mund të them që neurovaskulari ka qenë në shërbimet e para që ka futur telemjekësinë dhe ka aplikuar, e riakutizuam, e rifreskuam tani me disa teknologji të reja, dhe është interesante që ti në çdo vend, nga çdo vend i Shqipërisë të çosh informacion apo të marrësh informacion dhe të përcaktosh saktësisht se cilat janë ekzaminimet që kërkohen për pacientin apo trajtimet që për cilat ka nevojë pacienti. Pra, duke qenë se mjekësia është një vrapuse e mirë, qëllimi im është që të vrapojnë me të njëjtin hap me të. Nuk e di se sa do t'ja arrijë, po sigurisht pastaj që qëllimet dhe fokuset ndryshojnë për ditë, në varësi dhe të prioriteteve, në varësi dhe të problematikave që dalin gjatë ditës. Ne doktoresha kemi mbritur përfundit, biseda jonë është shumë e këndshme dhe sigurisht minutat ecin. Unë do dëshiroja një mesazh tuaj, një mesazh të fundit, drejtuar të rinjve në tërësi, pjesës në gjykimin tim më të rëndësishme të shoqërisë, e cila është e ardhmja e vendit tonë. Ai mesazh që do doni që t'ia jepi jo vetëm studentëve tanë, por në tërësi të rinjve tanë. Ajo që mesazhi më i rëndësishëm mendoj që i ditëve të sotme tek të rinjt është që mos u nxitoni. Mos u nxitoni për të marrë vendime. Sepse gjithmonë vendimet e nxituara jo gjithmonë janë të drejta. Të rinjt sot nxitojnë për të mësuar 100 faqe në një orë, për të kryer një punë një mujore për një orë, për të ikur sa më shpejt nga Shqipëria, dhe pastaj të përballen atje me situata që në fakt janë jo reale siç thuhen nga të tretët. Ka shumë mjekë që kanë ikur andej, që absolutisht e kanë gjetur veten, që janë të formuar, që kanë ecur në karrierë, ama ka dhe shumë të tjerë
që kanë vajtur atje dhe kanë përfunduar, mund të themi, në rrethinat e qyteteve të Gjermanisë apo të vendeve të tjera. Ndërkohë që do të kishin qenë shumë herë më mirë këtu, pranë kolegëve, pranë miqve, pranë familjes tyre dhe sigurisht që kur një person është, një individ është rrethuar me mbështetje, me dashuri, me mirëkuptim, rezultatet janë shumë herë më të mira se sa të jesh në një vend izoluar, i vetëm, pa mbështetje. Pra, këtë them që mos nxitoni të merrni vendime, sepse vendimet e nxituara janë të gabuara në pjesën më të madhe të rasteve. Në fakt isha mësuar të dëgjoja një sër mesazhesh, por ky mendoj që ka qenë mesazh shumë i veçantë, sepse rrallë herë dëgjojmë që të rinjve t'u thuhet uleni pak ritmin, mendoni 2 herë dhe veproni pastaj. E mira është të mendoj. Unë ja them vajzës time gjithmonë, mos nxito, kur i bën detyrat, mos nxito. Edhe ajo ma ka thënë tani, mosha fëmijët, pjesa më e madhe flasin gjysmën e fjalëve anglisht, gjysmën shqip. Edhe unë kur dua të bëj diçka shpesh, ajo kthehet dhe më thotë, "Don't rush", po dua, kështu që edhe kemi kështu dhe si moto të familjes, që mos nxito, prit. Ta shqyrtojmë një herë, pastaj të marrim një vendim. Do të falenderoj shumë. Faleminderit. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkur në orën 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.